Nëse Durim Bami bëhet i penduar, Dumani do jetë kështu kukull për lotre. Në shkuptim? Në kuptimin që mund të shtrihet shumë skandali, domethënë, shumë më tutje. Dhe s'është çudi që luan me këtë mas presioni. Pra Dumani mund të futet tek territori minor i politikës, po. Jo, Dumani të lutem se s'u kuptuam, e kam fjalën se duhet e bëj gjithmonë këtë gabim. E kam fjalën për atë Kiderin tonë. Okej, pra për Nuredin Dumani. Vlerësohet si penduar Nuredinin. Do të dali kështu domethënë. Do deli ashtu e thonë. Ja, absolutisht do jenë. Në shkuptim, çfarë di Durim Bami më shumë se Dumani? Ose shumë më tepër. Apo janë shkallë grada të ndryshme në shkallën e krimit? Janë grada të ndryshme në fakt. Në shkallën e krimit kam përshtypjen se ka një ori shumë më tepër, domethënë, shumë më tepër se sa lokale. Nuredin Dumani deri tani vetëm në politikë s'na ka futur. Nëse Durim Bami na fut në politikë, atëherë sigurisht. Jo, nuk e kisha në politikë, jo. Që emri Durim Bamit ka dalë në çështje me sfond politik ka dalë. Jo, s'do jetë çudi që japim drejt Tom Doshit për atë. Si dhe planin kriminal. Unë mendoj, kam bindje bilet të plot absolute që ka pas drejt Tom Doshi kur ka akuzuar Medrën atëherë. Që donte ta vriste. Po foli Durim Bami, Ndryshoi si kemi mundësinë ta vërtetojmë dhe atë.